Një afres që përshkrua një Jezus me pamje romake si bariu i mirë, është zbuluar nga arkeologët turq, një nga gjetjet më të rëndësishme nga epoka e hershme e krishtere e Anadollit. Piktura u zbulua në gusht në një varr nëntokësor pranë Iznikut, të cilin Papa Leo XIV e vizitoi së fundmi si pjesë e udhëtimit të tij të parë jashtë shtetit. Qyteti njihet në historinë e krishterë si vendi ku u miratua kredoja e Nikeas në vitin 325 pas Krishtit. Varri në fshatin Hisardere besohet se daton në shekullin e tretë, një kohë kur të krishterët ende përballeshin me persekutim të përhapur në perandorinë romake. Afresku i bariut të mirë përshkrua një Jezus të ri me një tokë duke mbajtur një dhimbje mbi supe. Studiuesit argumentojnë se është një nga rastet e rralla në Anadol në të cilin Jezusi portretizohet në atribute të dallueshme romake. Përpara se kryqi të përvetësohej gjerësisht si simbol universal i krishtërimit, motivi i bariut të mirë luante një rol kyç në shprehjen e besimit, duke treguar mbrojtje, shpëtim dhe udhëzim hynor. Megjithatë, vetëm disa shembuj të bariut të mirë janë gjetur në Anadol dhe ai në Hisardere është më i ruajturi. Arkeologja kryesore e përshkroi veprën e artit si shembullin e vetëm të këtij lloji në rajon. Muret dhe tavani i varrit të ngushtë paraqesin gjithashtu motive zogsh dhe bimësh, portrete burrash dhe gra shfisnike të shoqëruar nga shërbëtor sklever, gjithashtu dekorojnë muret e varrit. Gërmimet zbuluan gjithashtu skeletet e 5 individëve, 3 prej të cilëve u identifikuan si 2 të rritur të rinj dhe një fosh 6 muajshe.